Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi edhe njëherë me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht pra pas kenat. Se si Brikena e organizoi ditëlindjen e Mateos, këtë surprizë në fakt që askush nuk e priste. Fillimisht njëherë ne kishim informacion nga miqtë të afërt të Brikenës, miqtë të afërt të Mateos që Mateo dhe Brikena nuk do ta festojnë këtë ditëlindje në një ambient me shumë njerëz, në një ambient festiv, me muzikë live, me miq të dashur të tyre të ftuar familjar për t'u argëtuar. Jo, nga që jemi mësuar për shembull me personazhe të tjerë publik të shohim një ditëlindje më madhore, një ditëlindje gjigande. Brikena dhe Mateo kanë përzgjedhur që këtë fest, këtë ditëlindje ta bëjnë më private. Ta bëjnë vetëm për ato të dy. Do me thënë ato të dy të shijojnë emocionet, dashurinë dhe atë ndjesinë që kanë ndërtuar me njëri tjetrin. Një dashuri që erdhi pak me sakrificë, por u arrit, në fund të realizua, edhe pse ka thashë theme lart e poshtë që e pranon Daja se pranon Daja, këto janë broçkulla kot. Dashuria, marrëdhënia e tyre është e pranuar dhe është duar trokitur nga familja dhe nga të gjithë shqiptarët. Si ka nisur Brikena që ta organizon këtë surprizën? Ju e dini shumë mirë që Brikena jeton në Kosovë. Do me thënë, ajo jeton në Kosovë, Mateo jeton në Shqipëri. Normal që akoma nuk kanë bërë celebrime dhe asgjë tjetër për të jetuar së bashku, po në momentin që do bëjnë, patjetër që do të vendosen të jetojnë në një destinacion. Fillimisht njëherë Brikena ka telefonuar vilën, e cila janë ca vila të bukura që janë bërë në Kosovë, më konkretisht janë në Jezërc, është një zonë që është pak më larg se Ferizaj, le ta themi zonë periferike, ku janë ndërtuar këto vila kaq të bukura që njerëz me familjarët e tyre preferojnë që të ikin fundjavave, vikendeve për të shijuar këto vila kaq fantastike. Dhe Brikena për ta fasionuar dhe më shumë Mateon dhe për ta lënë me gojen hapur, preferoi që ta çonte tek këto vilat, edhe pse realisht koha nuk ishte shumë premtuese për to, sepse lokacioni ku janë vilat është shumë lart, do të thënë është destinacion shumë larg qytetit. Tani Jezërca është një zonë shumë e bukur për ato të cilët e kanë vizituar, sepse ka qindra mira restorante që edhe shërbejnë ushqim të mirë. Do të thënë është një mini zonë turistike në Kosovë. Pas prenotimi që ka bërë me vilën, ajo ka kërkuar në një linjë telefonike, besoj se kështu është, një nga shitoret më të mira për dekore. Flower Decor është në Ferizaj, ka biseduar me drejtuesen e kësaj kompanie të bukur dhe kanë vendosur që dekorin ta shndrojnë special. Do të thënë ky dekor është dekor special që Brikena ka bërë për Mateon. Janë kujdesur Flowers Decor, e gjeni edhe në Instagram, janë kujdesur për gjithçka. Janë kujdesur për tavolinën ku është vënë ushqimi, që ishte një tavolinë speciale, për atë dritën e bukur, atë llampën që binte mbi kokën e çiftit, për dekorin me balona të bardha dhe gol që ishte përzgjedhja në fakt e Brikenës, për gjithçka të bukur, për ushqimin që të jetë aq shumë speciale sa që Mateo të mahnitet. Dhe çunat edhe vajzat të kësaj kompanie, më besoni, kanë punuar me gjithë shpirt që Brikena dhe Mateo ta shijojnë pafund. Edhe pse koha nuk ishte për to, por ishte për emocionin dhe për romancën, e bëri që Brikena dhe Mateo ta jetojnë momentin. Unë në fakt them, një dashuri pa dëbor nuk do të shkonte. Edhe Zoti sikur e ka ndier këtë gjën që e gjitha kjo bëhet për dashurinë, e gjitha kjo bëhet për emocionin. Dhe çfarë kombinimi i bukur, një dekor i bukur i mbështjellur i gjithi nën petkun e bardhë, një dëbor e bardhë që e bëri këtë vilën edhe më glamur dhe një çift që jetuan momentin e tyre që nga ora 12 e natës së mbrëmshme deri në orët të vona të pasdites, ku Mateo dhe Brikena kanë qëndruar bashkë në këtë vilë. Do me thënë janë argëtuar, janë kënaqur dhe i kanë dhënë shumë pasion njëri tjetrit. Tani se cila ka qenë dhurata, me patjetër që Brikena do ta ndanë në Instagramin e saj, por këto janë në prapavijat.